Kryetari i Bashkisë së Durrësit Njerazi, kandidati i koalicionit të majt Vangjush Dako, ishte në qendër të akuzave të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nga mitingu përmbyllës i fushatës elektorale në këtë qytet, Basha tha se 21 qershori do t'jetë dita kur sovrani do t'i thot ndal korrupsionit, që në 2 mandate kryebashkiaku Dako bëri me taksat e dursakëve. 8 vjet beton, 8 vjet korrupsion, 8 vjet shpërdorime, e keqja me gjushin, e mira me grita dumën. Në kundër përgjigje të akuzave të kryeministrit Rama, Basha tha se platforma e demokratëve ofron njerëz me integritet dhe jo kandidat me rekorde kriminale. Mos të futemi ke këta që mi keme nga 2 e nga 3 emra. Një për vete, një për babën, një për Interpolin, një për Europolin dhe një për sistemin tim së policisë kufitare shqiptare. Kriminal, trafikant, të cilët do të marrin me 21 qershor atë që meritojnë nga populli. Edhe në Kavaj, kryeministri në akuzoi se po kandidon për këtë bashki një person me të shkuar kriminale. Shtypi vendori nxori dënimin për plagosje me armë zjarri. Shtypi ndërkombëtar nxori dënimin për trafik, drogë dhe narkotikësh në Zvicër. Po tani pse hesht? Si do t'ja thuash emrin? Ervin, si që thret Jati, apo Elvis, si që thret partia. Basha i bëri thirrje qytetarëve që në 21 qershor të votojnë ofertën e Partisë Demokratike për zhvillime e mirëqenie.